إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut azza wa jall. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selamet të shumta dërgojnë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Xhamati të nderuar, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Frikë e cila na nxit në punë të mira, e cila na motivon në adhurime. Frikë e cila na nxit që të kërkojmë shumë e më shumë falje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Sot është gjumaja e fundit e këtij Ramazani. Është gjumaja e fundit. Dhe këto ditë të Ramazanit, siç i thon Allahu ditë të numëruara, ikën shpejt. Mirë po, me vete po marrin edhe atmosferën e bukur që na dhan këto ditë. Sonte janë edhe taravit e fundit. Ky namaz e cili na bashkoi për një muaj rresht në shtëpitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Na bashkoi për një muaj rresht në shtëpitë e Allahut azza wa jall, duke na dhuru gjithë atë kënaqësi dhe duke na dhuru ato momente të papërshkrueshme. Prej Ramazanit do të ndohemi, por kjo nuk nënkupton shkputje nga Ramazani. Dhe mos flasim shkputje shpirtërore, pas shkputje fizike. Se mas Ramazanit është vetëm një fillim i ri ma ndryshe. Në atë fillim do të vazhdon na përcjellin mësimet dhe provojat e Ramazanit. Ato do të na përcjellin. Ramazani na jep shumë mësime. Ramazani na ka mësu se jeta nuk jetohet pa Allahun azza wa jall, nuk jetohet pa Zotin. Dhe se nuk ka lumturi përveç se në rrugën e tij. Kështu që është sekret ose ai kodi i jetës së besimtarit është i fshehur te fjala Allah subhanahu wa ta'ala, inma qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sot përgjigja e vetme e besimtarëve kur të thirren tek Allahu dhe i dërguari i tij që të gjykojnë mes tyre, cila është sami'na wa ata'na, dëgjojmë dhe përgjigjem. Këtë na mëson Ramazani. A ka ardhur urdhri i Allahut, e dëgjojmë urdhrin e Allahut, na përgjigjemi. Dhe kjo është kodi i jetës tonë. E përderisa kemi jetë, e përderisa frymojmë, kështu do të jetë jeta jonë. Dëgjojmë dhe bindemi. Përveç provojave të shumta që na jep Ramazani, Ramazani na jep edhe një motiv, shtesë për me kon të paluhatshëm në rrugën e Allahut azza wa jall. Si kjo? Këto ditë Ramazanit numërume, që ka shpejt iken, ngjasojnë me ditë e jetës tonë, cilat gjithashtu janë të numërume.
Edhe ato janë caktume. Nëse janë librin e Kuranit, janë në librin e Allahut, Lehul Mahfuz. Edhe kush e din se nështë atë dikujt prej neve, pikrisht në natën e kadit të Ramazani, edhe pse ecë mbi faqen e dhejut sot, edhe pse frymon sot, aty në librin e melajkeve shkruan i vdekur gjatë këtij viti. E Ramazani me këto ditë numërume na tregon se çysh mas këtij muaji, mas këtyre ditëve të numërume, e festojmë Bajramin atje shumë shpejt. Ashtu do ta feston besimtari, do të dik Zot agjerimi i tij kur do të takohet me Zotin e tij shumë shpejt. Atëherë, qëndroj pa lohatën fejnë e Allahut, mos o habit, mos o mashtro. Kjo është ajo që të duhet përcjell ty dhe mu edhe pas Ramazanit. Atëherë, nuk ka dyshim që këto ditë Ramazanit nuk janë ditë zakonshme. Nuk janë si ditë e mujve tjerë. Janë shumë të shtrejta, janë shumë të vlefshme, janë ditë më të mira dhe ditë më të mëdha. Mos harrojmë se këto me vete fshehin mundësinë më të madhe që ti me arrit me konë shpëtum këtë botë dhe botën tjetër. Atëherë, nga Allah subhanahu wa ta'ala, kërkojmë na i pranon adhurimet tona, na i pranon veprat tona, agjerimin, namazin, lutjet, leximin e Kuranit, kërkim faljen, gjitha punët e mira, sadakat tona, ndihmat tona. Dhe lutim Allahun azza wa jall na këtë falën këtë muaj, se si thot pejgamberi, ai njeriu i cili nuk arrin të falet në muajin e Ramazanit, kur shpreson ose kur pret që të falet. Allahu na fal dhe na mëshiroft në mëshirën e tij. Allahu na bashkoft në kënaqësinë e tij dhe në hijen e arshit të tij, në xhenetin e tij, ashtu siç ka bashkuar këtë xhami dhe në xhamia të tjera të Allah subhanahu wa taala dhe në këto adhurime të mëdha. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun azza wa jall gjithë herë, salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Xhamatlit të nderuar, këto ditë fundit të Ramazanit, pak që kanë mbetë sot dhe nesër, janë ditë vendimtare, ku njeriu ka shi angazhimin dhe mundi që duhet deri në fund ta jap maksimumin. Duhet shoqërohen me kërkim falje dhe me frikë se a pranojnë veprat tona apo jo. Përderisa deri para Ramazanit jemi lut që të arrijmë Ramazanin, tash tutje vazhdojmë që të lutemi që Allah na i pranon agjerimin dhe veprat e këtij muaji. Dhe kjo frikë që besimtari e ka për pranimin e veprave, kjo frikë është e shoqëruar me mendimin e mirë për Allahun. Se Allah nuk e hub veprën e atij që është i sinqert. Allah nuk i bën padrejtësi askujt. Mirë po, kjo frikë buron nga fakti se Allahun asesi nuk mund të adhurojmë ashtu siç ai e meriton. Dhe duke ditë ashtë faktin tjetër natyrën tonë që jemi të mangët. Nga këtu vjen frika, nga këtu vjen droja. Dhe se kjo nuk është një frikë e cila na çorienton, na bën me humb mendjet tona. Mirë po vetëm që të na shtyjnë që të mundohemi edhe më shumë dhe të kërkojmë faljen e Allahut subhanahu wa taala. E pikërisht edhe karshi këtyne lutjeve dhe këtyne duave është liçu në sheriatin ton, në fenë ton, edhe vitri, sadakatul fitri. Që ka shi lutjeve dhe duave për plotësimin e mangësive, për mi harnu ato mangësit tona gjatë agjerimit dhe Ramazanit, ka shi lutjeve dhe duave që ajo të shoqërohet edhe me sadakatul fitri. Që të pastrohet pra agjerimi unë, që të pastrohemi ne për lëshime dhe gabimet tona, pastaj të njëjtën kohë ajo tjetë edhe një ndihmë, edhe një sadako për nevojtarët.
Kështu që ta nxjerrim atë me plot zemër, me qenë se malli është i dashur për njeriu, dhe ata njerëz të cilët nuk e kanë nxjerrë ende, ta nxjerrin atë se afati është, domethënë nëse kalon dita e Bajramit ose falet Bajrami, ai është një sadaka ose një limoshë e zakonshme, nuk mbetet më vite. Atë nxitoj njerëzit ta mbyllin atë para Bajramit. Pra, kjo është ajo mbyllja finale, pra, që mos dorëzohemi deri në fund, vazhdojmë me punë të mira deri në fund, po punë të mira dhe kohë e jetës tonë të vazhdon në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun te bareke wa taala me durë të ngritura lart dhe me zemër e cila kërkon kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, që Allahut na e pranon veprat tona, se padyshim ai është dëgjuesi dhe i gjithdijshmi. Dhe i lutim Allahun subhanahu wa taala na i fal mëkatet dhe gjunahet tona. E dalim nga ky muj me gjunahe të faluna, padyshim se Allah është fals i madh dhe është mëshirues i madh. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون